Territori shqiptar për datën 9 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me reshje shiu në shumicën e zonave, ndërsa në zonat malore verilindore do të ketë edhe reshje dëbore. Pasditja vijon me reshje shiu të herë pas hershme dhe intervale të shkurtra pa reshje, kryesisht në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 3 orë me diell kryesisht në jug dhe bregdet. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 janar do të jetë rreth orës 6:59, ndërsa perëndimi rreth orës 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 0 deri në 9 gradë Celsius. Kukës -4 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi -4 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 2 deri në 9 gradë Celsius. Durrës 2 deri në 10 gradë Celsius. Kavaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Elbasan 1 deri në 8 gradë Celsius. Berat 1 deri në 10 gradë Celsius. Korçë -5 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 0 deri në 8 gradë Celsius. Sarandë 3 deri në 12 gradë Celsius.